Përshtypje se që të ndojmë me shikuesit gjatë kohës prej që ekziston familja jonë me UNDP shumë shpesh kemi shpalos projekte shumë të mira në të mirë të shoqërisë dhe gjithmonë të suksesshme me rezultate një siç kanë qenë pritshmërit. Ajo që kam la përshtypje dhe që mu desht me i me lexu është edhe fondacioni ku fillojeta përfaqëson sepse është i fondacion i ri, por që po bën një punë goxha të madhe. Tregon pak për fondacionin Fillojeta. Fondi Kosovës për eficiencë të energjisë është i krijuar me ligjin për eficiencë të energjisë dhe ka për mision implementimin e masave të eficiencës dhe promovimin e rëndësisë së tyre, do të thotë në mbrojtjen e mjedisit, në kursimin e energjisë dhe në ngritjen e komoditetit të njerëzve. Është krijuar në fakt në vitin 2019, por sikur të gjitha proceset, Covidi ka stagnuar këtë proces, por që shumë shpejt pastaj fondi është bërë një adresë shumë e sigurt e implementimit të masave të eficiencës energjisë. Fillimisht ka filluar